Bashkia e Shkodër ka vijuar ndërhyrjet për lirimin e hapësira publike të zëna në mënyrë të paligjshme përgjatë vijës bregdetar të Velipojës, që në orët e parë të mëngjesit, strukturët e policisë bashkiake kanë qenë në terren për ndaluar çdo tentativë të zaptimit të hapësirës publike të dedikuar për pushuesit. Në kohë të këtij operacioni janë vendosur gjova administrative dhe janë sekuestruar çadra dhe shezdonë të vendosur në kundërshtim me rregullat. Drejtori i policisë bashkiake, Sajmi Rustemi, theksoi se kjo fusha do të vazhdojë pa ndërprerje gjatë gjithë sezonit turistik. Kemi konstatuar që disa subjekte nuk e kanë marrë seriozisht reagimin ton gjatë këtyre ditëve. Siç e shikoni, sot që në orët e para të mëngjesit, ne kemi konstatuar një subjekt i cili ka zaptuar pjesën publike të plazhit. Reagimi është ky. Janë sekuestruar një numër i madh çadrash dhe shezdonesh. Dua ta theksoj se qëllimi jon nuk është ndëshkimi, por do të jemi në mënyrë strikte pa tolerim për çdo subjekt që do të zaptojë këto hapësira. Çdo ditë, 24 orë në ditë, do jemi në kontrollin e këtyre hapësirave. Është caktuar një patrullë policie e cila do jetë vazhdimisht e ngarkuar me këtë detyrë. Pra do të kontrollojë vetëm zaptimin e hapësirave publike. Ai falenderoi të gjitha strukturat për bashkëpunimin dhe qytetarët që kanë mbështetur këtë aksion duke kontribuar në mbarvajtjen e sezonit turistik.